Okej, përshëndetje atëherë. Neve pas një periudhe të shkurt pushimi, rikthehemi përsëri në kanalin ton YouTube. Kështu që këtu e kemi kandidatën. Unë jam Zilvia. Përshëndetje. Këtu e kemi kandidatën Drenusha. Dhe ne këtu jemi në vendbanim, kështu që do e vazhdojmë procesin e orës në vendbanim duke testuar kandidatën se si vozitën kandidatja jonë sot në vendbanim. Neve këtu e kemi vëndur rritin e sigurimit, pasqyrat ai ke kontrollu. Kur e bëjmë nisjen e veturës, patjetër do me thonë e rregullojmë pozicionin e karikës, pozicionin e duarve në timon, pozicionin e pasqyrave, edhe pastaj fillojmë rreshtohemi e nisim orën ashtu si duhet. Fillojmë? Gati? Okej. Atëherë neve jemi gati, mund të fillojmë. Do vazhdojmë drejtohet timoni. I ndalim sinjalin. Vazhdojmë drejt. Sinjalizojmë djathtas, ndërsa do shkojmë kursin djathtas, dhe kthesa djathtas. Këtu e kemi kursin një kashe, dy kashe, një kashe, do me thonë është. Këtu e kemi, do me thonë, është lagje, kthes ku është kahje e detyruar, apo do me thonë pa tjetër të kyqemi në këtë kursi. Shenjan para, çfarë shenje, çfarë na sinjalizon Drenusha kjo? Shenja e Përparsi, kalimi, apo do me thonë neve kemi përparsi dhe do vazhdojmë djathtas. Kjo shenja çka është Drenusha? Do me thonë që ka punime në rrugë edhe kahje detyruar, se do me thonë mund të kyqesh këtu, apo do me thonë kur i kemi atë shenjen dy pozicione, kahjet e ulura, atëherë është kahje të lejuara, do me thonë lejohet djathtas edhe majtas, mirë po kur është vetëm një shenjë, atëherë është kahje e detyruar, si që kishim mande, do me thonë fix atë shenjen. Do komunikojmë pak si kyqemi në nas, si kyqemi në skryq, apo? Ta shofim se sa i kemi kuptu. E shofi shenjën para, apo? Edhe kjo fix në çfarë na sinjalizon se kahje detyruar këtu, apo? Më pas se kemi unazën, dalemi, cila na duhet ta shohim anën e majt. Vazhdojmë. Edhe tash do e mbajmë unazën edhe të vazhdojmë poshtë. E ndjekim unazën, nga se jemi ma këndrit lutëm, sinjalizojmë. Kur e lishojmë unazën, çfarë bëjmë? Sinjalizojmë anën e djathtë, apo? Me thonë ne e lëshojmë unazën, kështu që ne vazhdojmë drejt, mirë po sinjalizojmë nga ana e djathtë, apo? Para kemi ishullin e këmsorve. E shofim shenjen, apo? E hekim gazin fillimisht. Okej, s'kemi këmsor tjetër, kështu që mund të vazhdojmë me gaz. E mbajmë kursin, do me thonë që ndrojmë mes kursis, apo e kemi kursin mjaftueshëm gjatë, kështu që mund do me thonë të mbajmë kursin ashtu si duhet. Shpejtësia sa është në vendbanim? 40. Do me thonë shpejtësia e lejuar deri më 40. Përsëri e kemi shofi shkëthar për rrethor, vazhdojmë me gaz. Do me thonë na sinjalizon, na tregon se neve kemi sinjalizon djathtas, nga se do shkojmë drejt, edhe shofi shkët shenja. Pak para që e dham sqarimin, apo? Kjo shenja është, do me thonë, kahje të lejuara, apo? E shofi shenjën natë, apo? Do me thonë, zebra nuk duket shumë e vizatu me poshtë, apo? Mirë po shenjën lartë e kemi, se ne do me thonë kemi ishull për këmbësorët. Zonën e vozitjes e kemi deri 40, do me thonë, çdo detalj, çdo hap pas hapi e kemi me shenja, apo? E shofim anën e majtë.
Vazhdo me gas. Edhe të vazhdojmë drejt. Drejto. Sinjalizojmë. Nuk ka nevojë të shpejtojmë drenusha. Okej, do e bëjmë shpejtësi më ngadalë, për arsye që ta kapim rreshtimin, do me thonë të rreshtohemi ashtu si duhet. Jo të dalish në kursi tjetër, po të rreshtohesh fiks te kursia ku duhet neve të vozisëm. A ke ndonjë paqartësi se si mund ne të vozisëm në qytet? Diçka që nuk e ke pak gjatë procesit të orëve. Zërin të lutem, pak më asojshëm. Jo, nuk kam. Okej. Rregull. Hajde, nxjerrim drejto. Do me thonë, në momentin ne që rritim shpejtësi, neve shkojmë një shpejtësi më lartë, apo? Nëse e kemi shpejtësinë e dytë, shkojmë te e treta. Nga se këtu e kemi vendin bulevard, kemi do me thonë hapësirë për të vozit me një shpejtësi pak më të madhe, deri në 40, ashtu edhe si e kemi zonën 40, apo? Nga se në vendbanim nuk na lejohet mbi 40. Do me thonë deri 50, mirë po mbaret vende. E nxjerrim dytën. Zakonisht kur kyçemi në unaz, duhet ta ulim pak shpejtësinë që ta kapim unazën ashtu si duhet. Andaj mos kemi ku shkojmë, nga se kemi vazhdojmë për shkup. Kështu që neve kemi vozitjen në vendbanim në tetor. Sinjalizojmë djathtas, edhe fikse kemi shenjën kahje të lejuara. Mund të shkojmë majtas edhe mund të shkojmë djathtas. E shofish aty zonë e lejuar deri 50, do me thonë vendbanim. Edhe në test, në teori e ke, sa lejohet vozitje në vendbanim. Deri 50, apo? Edhe e shofish fiksi e kemi shenjën. Vazhdo me gas. Dikush thot në qytetin tonë të toftë nuk kemi shenja. Jo, i kemi shenjat, mirë po duhet t'i ndjekim, apo? Vazhdojmë. E rreshtuar te kursia e mesit, nuk jemi as djathtas as majtas, për arsye se ne do vazhdojmë drejt. Po qofse shkojmë në djathtas, duhet rreshtohemi nga ana e djathtë, po qofse duhet shkojmë majtas, rreshtohemi nga ana kursia e majt. Apo? Pas kësaj veturës. Tu e kemi kursinë e dytë, apo? Sinjalizo djathtas. Do me thonë, në qoftë se ne në rrugë jemi të rreshtuar nga ana e djathtë, edhe ne automatikisht as duhet ta mbajmë kursinë e dytë anën e djathtë. Edhe përsëri kyçje duhet ta bëjmë nga ana e djathtë, apo? Do me thonë, nuk duhet kalojmë nga ana e majtë rreth murit, po duhet kalojmë nga ana e djathtë. Shafim sensor. Tash neve këtu para kemi penges, apo? Sinjalizojmë majtas, mirë po majtas kemi. Okej, mund të vazhdojmë tash, drejto a timonin drejt. Edhe lëvizjen apo luhaqen e timonit duhet ekstrem pak. Jo shumë, apo? Në qoftë se ne e marrim shumë timonin, neve mund të shkojmë edhe mur, apo? Dhe këtu tash përsëri jemi para unazës, a mund të ma shpjegosh çfarë duhet shiqojmë ne tash? Shenja dhe komsora. Fillimisht shiqojmë komsor. E dyta, shiqojmë unaz anën e majt, apo? Në qoftë se ne kemi vetur, ose biciklist, ose moped, patjetër ta lejojmë ana e majt të shkojë, apo? Më pas kyçemi ne. Edhe tash neve u kyçëm nga ana e majt për arsye se ishim afër unazës. E lejojmë komsorin që të kyçe. Nxjerrim parën të lutem. Parën. Edhe vazhdojmë. Me kujdes të shkojë komsori. Edhe vazhdojmë. Sinjalizo djathtas pak. Kemi vetur.
vazhdo. Gasë edhe po. Nxirën drejto. Okej, neve provojmë shkyqjen, do me thënë kemi vetur para, edhe automatikisht ne marrim fund nga ana e majtëlimi, edhe pjesën tjetër shkyqojmë pasqyrë, e kthejmë kokën, edhe mund të vazhdojmë tash këndej. Drejto, timoni drejto, edhe tash kur rreshtonin kursi, ne atëherë mund të japim gas. Mirë, po tash kemi këmbësor edhe për atë arsye nuk mund të japim gas. Tash mund të vazhdojmë. Apo? Për një moment unë si instruktore heshti, për arsye se pak më herët ja dash disa instruksione, apo edhe e shpjegun, edhe tash heshti të shoh se kandidatja a dhe mbaj instruksionin ashtu si duhet ajo. A është e lehtë ta mbash instruksionin rreshtimi Renusha? Po. Nisjen e bëjmë çdo herë më të parë. Si është instruksioni, si ta bësh kyçen, si ta bësh çkyçen, si ta mbash rreshtimin. Edhe automatikisht kandidati duhet ta memoroj. Është dhe vazhdojmë drejt. Edhe neve kur e lishëm nazën, çka bëjmë? Çka bëjmë drejta? Sinjal nga ana e djathtë. Sinjalizojmë nga ana e djathtë. Super. Zakonisht neve instruktorët duhet të folim nga pak të përsëritim rregullat për arsye se harrohen si fillim, sinjalizojmë djathtës, shkojmë djathtës. Në qoftë se nuk punon semafori, Renusha, kjo vajza a duhet në proces të rregullt? Jo. Do me thonë semafor në të kuqe, apo? Okej. Do me thonë, neve ishim semafor gjelbër, kurse këmbësori ishte semafor në të kuqe, edhe ajo do me thonë nuk veproj ashtu si duket. Mirë po, neve tash kalum në udhkriq me semafor, në cilën dita. Po, kisht defekt të semafori, nuk punon semafori. A dhe kishim shku në e para, apo këto këndej, ka pjesa këndej udhkriqi? Ne sepse kishim shenja me përparësi kalimi. Me thonë, ne kishim shenjë me përparësi kalimi, edhe automatikisht neve qoftë jemi drejt, qoftë jemi djathtës, neve shkojmë para, më pas kjo pjesa tjetër, për arsye se këto kanë kryqëzim, trekënç, do me thonë, trekënçi poshtë do të thotë kryqëzim, duke i shiqur pjesën e cila ka përparësi kalimi. Do me thonë, në qoftë se nuk na punon të semafori, neve kishim përparësi kalimi. Në të moment mos punoje semafori, Renusha, edhe që ka ndodha, neve duhet punojmë me shenja. Apo? Edhe këtu e kemi shenjën me kahje të detiruar, apo? Nunas nuk kemi vetur, edhe vazhdojmë nga ana e djathtë. Sinjalizo djathtës edhe merre ktesën djathtës. Djathtës, Renusha, liro policin njëherë le të shkoje. Do me thonë, ku ka ishull për këmbësorët, deri 100 metra duhet ta lirojsh këmbësorin kaloja, apo? Do me thonë, këtu këmbësori ishte afër ishullit këmbësorëve, kështu që duhet ta lejojmë të kaloja. Do me thonë, ku është rruga pak më e ngushtë, kemi më shumë kujdes, apo ta mbajmë fiks veturën kursin tonë. Kjo vetura është në proces të rregullt të parkume? Do me thonë jo, nga se pjesa e mbrapme e veturës është krejt në rrugë, apo? Edhe kjo është ajo pjesa që s'duhet të jetë, apo? Do me thonë vetura, pjesa e pasme e veturës ka dalë në rrugë edhe në thonë shoferit kjo i pengon. Neve gjatë vozitjes shohim edhe plot procese jo të rregullta. Apo? Si ndjesh si shofere fillestare? Shumë. Do me thonë, me gjithse je fillestare, ne duhet, do me thonë, ta komandojmë veturën me një fjalë, jo vetura neta, apo? Edhe ne duhet në veturë
ndjehemi ashtu total e lirë, apo në qoftë se ne mbahemi për timoni, automatikisht neve nuk mund bërë pozitja ashtu si duket proces të rregull. Edhe të vazhdojmë drejt, mirë po e para e shohim. Vazhdo me gas. Me thonë e shohim anën e majtë. Neve tash kishim vetëm një vetur, për atë arsye nga dalësum edhe ureshtum automatikisht drejt të shkon, automatikisht mbas asaj veturës. Çka duhet bëjmë këtu? Duhet të sinjalizojmë nga ana e tjetër dhe vazhdojmë drejt. Këtë po, do me thonë zakonisht trafiku është i madh. Mirë po koha në tregon, do me thonë se nuk kemi trafik për arsye se jashtë është shumë nxehtë, apo. Nuk e di për ju kandidatët, mirë po te unë dhe sot ka ndiku pak. Do me thonë nxehtë është sot, vërtet shumë. Nuk e di sa ishte temperatura. Megjithse nuk e tregon të vërtetën asnjëherë te telefoni. Këtu në telefon e nxjerrën 30. Ama me siguri është 35. Nga se e ndjej. Vazhdo me gas. Gasët e po. I kemi pengesat gunga, ku duhet ma me kujdes t'i kaloj. Vazhdo me gas tash. Komandat këmbët shumë mirë i rregullon. Mbajtja e timonit është në rregull. Shpejtësinë e kontrollon. E largojmë vetëm pak gazin edhe vazhdojmë përsëri me gas. Gas pak më shumë. Për arsye se kemi edhe klimën, do me thonë në freskoje. Edhe kur e kemi edhe klimën të kyçur, neve duhet pak më shumë gas të japim. Gaset e pak lute. Edhe çka duhet bësh? Jo. Timonin në asnjë mënyrë s'duhet ta luhati. Edhe këtu e bëm gabimin. Vazhdo me gas lute. Do me thonë kur e nxjerrim në tretën, nuk duhet ta kufizojmë as majtës, as djathtës. Këtë rasti e kufizove majtës. Edhe kur i lishojsh komanda, nëse ne ashtu e lishëm, nuk e rregullojmë do me thonë frenin motorit, çfarë ndodhet? Na bën një zhurmë të madhe për arsye se frenopa. Nxjerrem drejtë. Për arsye se ne kemi rrit shpejtësinë për një shpejtësi më lartë, kurse kemi shku 2 më poshtë, apo. Edhe ajo na bën zhurmë atër motori i veturës. Gas, gas, edhe vetëm me këtë shkutën e dorës e qëjmë lartë. E, kjo. Me di se ti dish ta bësh. Po për një moment nga kapën ajo, panika. Për atë arsye dhe e keni emrin shofere fillestare. Frenoj, nxjerrim dytën edhe vazhdo me gas. Gas, me thonë këto di komët paralel. Një në komand pedale lishojmë, tjetrën e shtypim, tjetrën e lishojmë. Apo në atë mënyrë shkojmë. Gas edhe pak e rritim edhe pak. Nxjerrim tretën. Vazhdo me gas. Edhe e shohë se kemi shenjë nga ana e djathtë, na sinjalizon se neve kemi gung, apo frenojmë pak. Nxjerrim dytën. Vazhdojmë nga darë. Me gas edhe pak. Me gas edhe pak. Sinjalizojmë majtës edhe vazhdojmë me gas. Shofim pasqyrën fillimisht, apo na para kalon neve dikush. E hekim gasin. Okej. Edhe këtu ta bëjmë një gjysmë rreth edhe ta kthejmë veturën. Vazhdo me gas, vazhdo. Edhe pak, edhe këtu ta kthejmë veturën. Nxirret vetura.
shife pasqyrën ka këtë të tush pas të herë. Edhe bëjmë gjysëm rreth. Ta e shiqu pasqyrën Drenusha, mas në mënyrë ne nuk bëjmë gjysëm rreth. Drejtuj të shkëtërej. Sinjalizon përse një majtas. E kokën, vazhdo me gas. Do me thonë, ku kyqemi anësh, neve pa tjetër ta kthejmë edhe kokën, se është kandidekur edhe nuk duket më pasqyrë. Okej? Dhe kur e kthejmë kokën e shohim fiksa, kemi vetur ajo. Hajde. Super. Si ndjesh gjatë procesit vozitjes Drenusha? A ndjesh panik, frik, a ndjesh rahat? Fillim po tash më heka jo. Panika, frika. Dhe me thonë si çdo fillim, e ndjejmë, e kemi atë panikën, atë frikën, atë stresin, mirë po, pas disa ditësh, vetëm se na hiqet frika dhe panika dhe ajo tregon do me thonë rezultat se neve jemi gati si shofer, apo. Dhe do me thonë të mbajnë kursin ashtu si duhet, që nëse don dikush të bëj parakalim, të ketë hapësirë për të bëj parakalim si duhet, apo. Nuk i apo ma shumë gas se shofi shenjë, në paralajmëron se pak ma poshtë neve kemi gumë. Fike gazi, pak ma këndit lutem. Ashtu. Pak, apo. Edhe, në cili, në drejta. Gas. Edhe kur e luhatim dorën e djathtë dhe çojmë te freni motorik Drenusha, me dorën e majtë nuk duhet të shtrëngana timoni, apo, se nëse ne e kapim pak ma fuqishëm timonin, edhe vetura automatikisht na luhatet pak, apo. Kështu që këtë duhet ta korrigjojmë, nuk e bëj shkeq, mirë apo. Mirë po, për qenë profesioniste, dhe me thonë unë ta tregoj atë proces, atë rregull, dhe me thonë timoni dyqese sa më i lirë, apo. Duhet mbajtja në timon bëhet mbahet sa më lirë. Pak më andej, apo se kemi këmsor, me gjithë se ti mirë je drejtimin e duhur, mirë po këmsorët kanë dalë në rrugë edhe ne duhet pa bëjmë atë lëvizjen, apo. Vazhdo, lutem jo. Vazhdo me gas. Gas edhe pak. Ma Drenusha në heshtje apo fokusin, qëndrimin e këta shëndëzitja, apo mirë po, neve me kandidatët zakonisht e kemi bashkë bisedim, apo që ta mësojmë vozishin ashtu si duhet. Jo do me thonë në të ardhmen, kur të ullën persona tjerë edhe hesht njëse unë tash vozis, apo do me thonë edhe vozisja duhet bëhet me bashkë bisedim, apo. Fokus, qëndrim, koncentrim, po. Mirë po, edhe nëse bisedojnë nuk është diçka tragike. Hajde, gas edhe pak edhe nxjerrim krapën. Okej, super. Si do veprojmë tash para unazës? Fillimisht do frenojmë pak, apo? Dhe shikojmë anën e rrugë. Do nxjerrim dytën edhe vazhdojmë. Dhe me thonë, e ulim pak shpejtësi, tash do e mbajmë unazën, e ulim pak shpejtësi që të kyçemi me një shpejtësi pak më të vogël, që ta mbajmë rreth orën unazën ashtu si duhet. Mos kalojmë te kursia tjetër. Sinjalizo djathtës, edhe do kalojmë nga ana djathtës
Duke shiqur edhe pasqyrën djathtas se a kemi ne veturën kursin tjetër ajo. Do me thonë e mbajnë veshtimin e kursis, tash sinjalizojmë majtas, dalemi, jo së mund dalim, nxjerrim të parën, tash bëmi gati, edhe nuk gati për të, edhe tash mund dalim, do me thonë, në qoftë se nuk ishim veturë në nga ana e majt, neve mund të reshtojmë të dalim andej. Mirë po, ne kishim, do me thonë, kamione dhe 2 vetura, vazhdojmë tash me gaz. Edhe për atë arsye, neve presim mbas asaj veturës drejt të shkojmë. Mbas veturës për arsye se neve kemi pengesën, apo. Po qoftë ajo vetura nuk do kishte qëndru mes rrugës, neve automatikisht vendin e lirë, hapësirën e lirë do e kishim edhe do kishim vazhdu para. Apo drejtusha. Semaforin e kemi të hapur. Sinjalizojmë gjatë. Okej, ndalës të tash. Nuk shkojmë pas kësaj veturës se kjo do të kthejë majtas dhe pastaj ndroj mendimin. Vazhdoj drejt. Shopping. Vazhdojmë të dalë. Nga dalë. Gas. Po. Do me thonë, humbet një pasisht. Duke lishur një pedal të shtim. Po. Kyçemi përsëri nga rrethore edhe dhe vazhdojmë nga ana e majt. Presim këmsorët. Bëmi në gati për nisje. Gas pak. Çka duhet qofja? Jo, me në majtë vetëm se u kyç. Vazhdojmë edhe pak para edhe pak. Ose ujtë, po të rrugje vazhdo edhe pak. Me frenin punues. E presim në majtë edhe pak. Edhe pak. Me thënë, kur ka trafik, neve veprojmë këtë mënyrë. Kyçemi pak edhe nga dalë duke shiqu anën e majtë, do me thënë, se te kursia e parë afër rrethores, kishim do me thënë vetura, po, sinjalizon gjaftës. Kurse te kursia e dytë nuk kishim vetur, kështu që ne te kursia e dytë u kyçëm, edhe te kursia e parë, do me thënë, duke i shiqu, sa ka vetura, s'ka edhe duke u kyç nga dalë gradualisht, po. Me gas, lutem, me gas. Pak ma të ndek, lutem, ke gazin, para kemi këmsor. Vazhdojmë tash me gas, lutem, pak ma të ndek, se afër murit jemi. Tash sinjalizoj gjaftës. Shopping.
dytë në nësa, po. Shifonën e maj. Rrugin maj e gati. Vazhdo gas. Vazhdo gas. Gas, lute, gas. Hajde edhe pa gas duke marrë edhe fare si nga që po sinjalizoj gjaftës. Drejtoje. Ziren drejton. Vazhdo. Këndejt lute, onën e gjatë. Shaposh onën e majtë kemi kamion. Tash gjaftës. Gjaftës sinjalizoj. Do kyqemi në nasë dhe dhe vazhdojmë për një qenë dhe në qytetë. Me thënë, ona e majtë, ka drejt, po drenushtë. Timoni një kostish në drejtë, se po duhet të kyqemi. Vazhdo edhe pak para. Edhe pak para, edhe pak. Shqipë dhe kjo vetura o kyqë. Vazhdo gas. Ndiqo nazë. Tash vetëm pjesën tonë ndjekim, apo sinjalizim gjaftës edhe shkyqim, faktikisht të kemi afër lukit. Pa e kursi pak, vazhdo me gas. Me gas të të edhe pak. Rritë shpejtësi. Edhe nëziri. Vazhdo. Kalojmë as djaftës, as majtës nga se neve dhe shkojmë drejt, apo? E drejtojmë timoni, shokim anë e majtë, ndjelim për fare, edhe vazhdojmë me gas. Me gas të lutem, me gas, shtype gasin. Shtype dhe ti ke drejt, sinjalizove të në gjaftës. Para me kërë, vazhdo. Alarm me gabuar, se kam sori, sinjalizo majtës edhe vazhdo me gas. Dhe me thonë, deri të ishulli këmsarit edhe kaloj. Kthej. Sorry, shkoj. Shto me gas. Nuk ka ishull këmsarve, trenusha, nuk ka ishull këmsarve, vazhdo me gas. Vetëm nëse të ka dalë mes rrugës, atëherë do me thonë neve e lëshojmë. Ama për ndryshe, nëse ne ndalimi mes rrugës, këtë duhet të lëshojmë. Vazhdo me dalë, asë kërës duhet gas. Nëse nga ka dalë mes rrugës, atëherë mund të lëshojmë trenusha. Për ndryshe, jo se vetura në basë,
Me thonë mund të tjere nga se ti e ndalë në vend ku s'ka isho. A dëgjoj ma gjumën e gazit, apo? Sinjalizoj gjatë, se me vazhdo. Sinjalizoj gjatë. Para asaj të të zbarë, normale. Sinjalizoj gjatë. Para ishte. Stop. Okej, këtu neve jemi në përfundim të orës, do me thonë orën e realizuam në vend panik, me kandidatët e rregull që e kemi, dhe neve e testum edhe i realizum do me thonë orën duke i rikujtuar shenjat, udhkryqet, trethoret, e kështu me radhë. Si të duk orën? Shumë mirë. Do me thonë unë gjejtë rahat, komod, e lirë, apo. Edhe ja bom një rikujtim të vetës tonë se neve në të ardhmen do jemi shofer edhe duhet t'i dimë dhe në të më kryqit, apo. Okej, atër deri në videon në radhës, shifemi.